që në këtë parlament, Ministrja e Brendshme, të gjithë deputetët e majorancës më thonë një fjalë për deputetin e dhunuar në atë protestë. Si është e mundur gjë e tillë që nuk jepet një shpjegim kur një deputet dhunohet kur ishte krejtësisht në qetësinë e tij duke ndihmuar një qytetar dhe i sulen 10 a 7 të veshur me skafandra dhe me shkop duke goditur në mënyrë më mizore të mundshme, edhe një qytetar i thjesht s'mund goditet kurrë në atë mënyrë se është krim kundër njeriu. U godit në atë mënyrë një deputet. Jo të spraj në fytyrë në mënyrë më mizore. Dhe asnjë nuk thot. Kush e ka fajin? Kush e ka përgjegjësinë? Nuk po bën të gjë. Nuk po përleshej me njeri. Nuk po sulmon në njeri. Po ndihmonte qytetarët atje të shtrinë në tokë. Krejtësisht jashtë pjesës së konfrontimit. Ç'është kjo? Ç'a shpreh kjo? Urrejtje të thellë shpreh. Kjo shpreh padyshim falanga. Nuk është faja atyre policë, unë jam i bindur. Në polici ka njerëz shumë të ndershëm, absolutisht të devotshëm. Është faj patronazhiste që janë futur në polici. Është faj komandave që marrin. Është faj ndokrinimit që kanë të bëjnë përpara. Kjo është. Këtu është çështja. Prandaj, tu do të mbajë qendrim ky parlament. Ju sekretari i parlamentit jeni parë që të kërkoni shpjegime dhe llogari. Si është e mundur që një deputet mund të trajtohet në atë mënyrë kur ishte krejt në mënyrë paqësore, jashtë konfrontimit, pas një shkak, pas një motiv për të thuar një gjë të tillë. Jeni ju i pari. Jeni ju i pari që të kërkoni një komision hetimor për të çështje. Jeni ju i pari që kërkoni një raport për të çështje. Jeni ju i pari që kërkoni të merren masa për të çështje. Aq më shumë që deputet, po dhe një qytetar i thjeshtë apo atë gjë. Padyshim, është një simptom i rëndë i këtij regjimi. Është një simptom gjithmonë shumë i rëndë i këtij regjimi. Prandaj unë kërkoj këtu të ndalojmë në këtë gjë. Të ndalojmë në këtë pikë, sepse ajo manifeston atë çfarë po zbatohet ndaj qytetarëve kur arrihet që deputeti goditet të trajtohet në atë mënyrë. Imagjinoni ç'bëhet me qytetarë thjesht. Atje apo atje që merr futet në burg për 20.000 lekë të vjetra për një elektrike dhe tjetra që ka vjedhur 10 miliona nuk thon asgjë. Ja kjo është problemi. Dhe këtë do të shikojmë së bashku. Faleminderit. Zoti Tedi Blushi, procedurë. Zoti drejtues i seancës, sekretari i parlamentit ju sot duhet të kishin mbajtur një qendrim për faktin që një deputet i opozitës ndodhet në spital i dhunuar nga narko policia e shtetit, e cila sot në fakt, në qoftë se ka një përfaqësues të DE, një sklav të krimit, në këtë seancë, ai është Ervin Hoxha, të cilit i kujtoj të bëj mirë ta mbaj kokën ulur, siç ka bërë deri më sot. Sepse në qoftë se ka një ministër që e ktheu në manual pune rrëmbimin e qytetarëve, të biznesmenëve, por dhe të drejtuesve të politikës, ai është Çiraku i Ergysa Gasit. Quhet Ervin Hoxha, i cili nuk duhet ketë më guximi të flas këtu në emër të policisë së shtetit. Një ordiner. Ndaj, me që na foli dhe për rrugtimin e tij në politik, po është e vërtetë që u zgjodhet deputet, duke marrë votat në burgjet e sigurisë lartë. Por ju besoj e dini më mirë se kushdo tjetër fundin tuaj. Dhe ai fund është i afërt. Nuk po ngjiteni në karrierë, po shkoni drejt një rruge që e keni zgjedhur vetë. Dhe t'jeni i bindur që do të arrini në fund të asaj rruge. Sa i përket provokimeve të ulta dhe keq përdorimit që i bëni zonjave, jepini fund kësaj komedie. Sepse para ligjit, qofse je ajdut, nuk të mbron fakti je burr apo je grua. Dhe kjo është si replik për një nga diellat që ka sjell Edi Rama në këtë parlament. Dhe me që u përmend 20 janari, ja ku e keni komandantin e grupit të zjarrit, deputet të rilindjes. Le të çohet të na tregoj kush urdhëroi të qelloj me plumb
në 20 janar. E ke në grupin tënd Erion Braçe, fol, ki guximin. Kush e zgjodhi deputet? Kush e zgjodhi deputet? Çau, dil aty. Dil aty. Dili të dy aty. Merr përvesh edhe Ervin Hoxhën, merr përvesh edhe atë Albana Hoxhiun e dil aty fol. Dil. Dile mos fol nga vendi, dil aty. Hajde dalim bashkë aty, hajde dalim bashkë aty. Hajde aty me mua, hajde. Merr Ervin Hoxhën, hajde aty, edhe hajde ballafaqojmë aty. Dil aty, edhe hajde na jep serime. Zoti Agron Malaj. Mere fjallën, e ke fjallën? Për replik. E ka zoti Malaj për replik. Zoti Malaj për replik. Shumë faleminderit deputetit Blushi, që pas 3 muajsh ma dha drejtën flas, kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja. Josefin, mos folë se është turp për ty të përmersh gardistët, po lema ledhës, nuk më tregoti mu. Dhe e para, ka 15 vjetë që pikërisht ky grup parlamentar flet për mu, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit, dhe kush këta? Që është e turpshme, që grupi zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për deviju gjitha ngjarje, atë situatë të turpshme, dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gazës së Republikës, ndaj Gazës së Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pa drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folë policinë e shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë në bare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistu kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni 20 janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kriju një situatë tillë. Kriju një situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Dhe që këta, jo është gatëra zgjoj suf, jo. Nuk gatëra zgjoj suf, jo. Se ka 15 vjetë që flitet në media, emisione dhe ku do për 20 janarin. Thjet për Agron Malaj, për 20 janarin që Agron Malaj nuk ka pas as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj Marci, nuk ka pas një 20 janarin. Do t'jap një ndryshim shumë madh. Në një... Kur unë pyetësh atë para prokurorisë, kishim një ndryshim madh midis me atëherë dhe ju sot. Ku unë kam deklaruar dhe kam deponu që në qoftë se një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e 20 janarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. E kam të shkruar. Po ju jeni përgjegjës për ngjarjen e 20 janarit ku e prorët e mi dhe mbi meje, se ju kështu e keni, për të anashkalu këtë ngjarje, për të fsheh autorët e vërtet, u morët me ca oficer thjesht gardës. U kam qenë komandi seksionit 4, nuk kam qenë as komand i forës speciale, nuk kam qenë as komand garde, as shef shtabi, e me radhë. Kam qenë një komandant i një strukture ku unë kam marrë përgjegjësi për strukturën time. E kam marrë dhe e kam të shkruar të zezën të bardhë, ku asnjë nga efektivët e mi nuk ka pas gisht dhe ngjarje në 20 janar. Dhe më e keqja është që e baltosët atë gardën me atë paturpsinë tuaj dhe sot vazhdoni prapë. Dhe Josefin, unë jam gardist dhe kam bërnder tim gardist. Unë kam qenë gardist, jam betu t'i shërbej atë dheu, siç kam qenë gardist, kam qenë dhe oficeri i forcave të armatosura, kam qenë edhe në disa institucione tjera, e kam kryer punën time me shumë dëshmëri dhe përkushtim. Duke kryer këtë punën time me kaq dëshmëri dhe përkushtim, jam dhe sot këtu në parlament, ku 15.000 shuplaka në qarkun Dibër erdhën kundër jush, ku pas 35 viteve qarkun Dibër e kthym në rrugën e drejtë. Atë vjedhjen e votave tregoja këtij këtu, bashkë me kësaj që është turpi Matit dhe atij që është turpi Dibrës,
që gjithë jetën janë marë me familjar, me shpifje, me maskarada, me loj pisliqesh, si e si, shpif, diçka ngelet. Pa ne du them që lejnë ishte janarin drejtësis, të bëj punë e saj drejtësia, dhe ta shikojmë se që do tjetë e vërteta i si janarin. Faleminderit. Zonja Topalli për replik. A do procedurë mu do më javë? Zonja Topalli, do ta merrni fjalën për replik? Po ju pyes, do ta merrni apo jo? Zonja Topalli? Po jepja më aty diskutojmë gjithë në... Nuk ju përmendi emrin, nuk ju ka përmendur. Nuk ju ka përmendur zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha për replik, më pas zoti Berisha për replik. Më pas zoti Berisha, zoti Ervin Hoxha ishte përpara. Faleminderit kryetar. Ishte para. Tani dy gjëra po t'i them zoti Blushi, sepse ti e kruajt e veshin me një ish ministër të brendshëm që ka pak më shumë informacion për shkak detyrës që ka pasur. Tani ti dhe Partia e Rimit nuk më bën mu do të pis, as me të gjallë, as me të vdekur. Unë jam i votuar në njësi numër 1 me 20.000 vota dhe e kam për krenari që përfaqësoj Partinë Socialiste, se vetëm kjo parti e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe e treta dhe e fundit, që është dhe më e bukura, tani ora është 11:35. Tregoj pak parlamentit shqiptar çfarë të shkruan ish kryetari partisë tënde dhe ti shkon dhe kap gazetarat, po s'kam çfarë të bëj, më shkruan ai dhe unë duhet flas në parlament, duhet shaj dikë. Faleminderit. Zoti Berisha replik. Tani,